takimet të tjera që kemi pasur së bashku, po kthehet në një kamban alarmi për Shqipërinë. Shqipëria po kthehet në një parajsë seksuale për individ të cilët punojnë me krimin e organizuar dhe individ të cilët merren me trafikimin e qenieve njerëzore. Nuk kalon javë që në Shqipëri nuk gjendet një bazë e caktuar ku kryhet punë seksuale ose ku trafikohen vajza nga vende të largëta që ne i quajmë egzotike sepse ngjyra e tyre nuk përkon me ngjyrën e lëkurës tonë. Kështu që mendoj që në Shqipëri ky është një problem i cili duhet trajtuar, por për të cilin shoh që nuk ka vërtet vullnet. Biles mendoj që mund të jetë një organizim, një strukturim i kësaj transformimi që po ndodh Shqipërisë, duke dëshiruar ta kthejmë Shqipërinë në Tajland apo në një vend egzotik ku turizmi seksual lulëzon dhe ka shumë hapësira për të zhvilluar. Është shqetësuese, patjetër. Mund të jetë shqetësuese edhe për Kosovën, sepse e dim që pjesë e këtij turizmi, siç po e quajnë në Zhaku, janë edhe shqiptarët e Kosovës. Po, dhe Shqipëria ka më shumë potencial këtë pjesë të turizmit, të pas parasysh që ka Bregdetin edhe ka shumë turizëm gjatë verës që vinë me tash nuk e di shifrat. Që shkojnë dhe nga Kosova. Jo vetëm nga Kosova, po edhe nga vendet tjera. Edhe faktikisht që ato dashta me e lidh se ky mobiliteti që kjo lëvizja e qytetarëve në shtete ndryshe këtë rast me Shqipërinë, edhe pse në Kosovë nuk kemi për shembull incidencë të mëdha të sifilisit ende, mundet me u bartë, sepse që këtë turizm... Pikërisht kjo shqetësimi, a mund të bartet dhe sa është rrezikshme. Flasim çfarë sëmundje është, sepse ndoshta nuk kemi shumë informacion. Shiko, sifilisi është sëmundje e cila nëse trajtohet shumë lehtë, por nëse nuk trajtohet, ma vonë mund me pas pasoja shumë të rënda dhe mundet me marrë një fazë kur edhe trajtimi mandej është tepër i vonshëm për me shpëtu pa pasoja. Kështu që testimi për infekcion seksualisht të transmetueshme, jo vetëm sifilisi, por edhe të tjera është shumë e rekomanduar sepse këto infeksione në momentin kur japin simptoma është pak si vonë mandej me i trajtu. Testet janë shumë të lira, mujnë me u testu njerëzit edhe trajtimi është shumë i thjesht, tepër i thjesht, edhe prandaj është pak si me thonë gjëna dikush me pësu për sifilisit kur ekziston trajtimi i cili zgjat se di tash ka varësisht për lloj terapisë po 10 ditë maksimum. Apo dhe varësisht se në çfarë faze. Në çfarë faze është, po flas faza. Pasi në Kosovë nuk është shumë prezent, por kjo nuk kupton që në statistikë në këto të Institutit Shëndetësisë Publike Statistikare nuk kemi ende indikacione që ka rritje, por normalisht gjithmonë në aspektin epidemiologjik kur do qoftë që në shtetet në përpendje për rreth ka infeksione të caktuara, duhet me u përgatitur që ka me pas edhe të na, sepse qytetarët lëvizin kanë bashkëveprime ndërmes veti edhe mujnë mu bartë infeksionet. Me qenë se po flasin për kaq shumë sëmundje, sigurisht që kjo nuk nënkupton që Shqipëria mund të jetë burim ose mund të jetë në një gjendje të keqe, por sa është alarmante, sa është shqetësuese Zhak, shpërndarja këtyre sëmundjeve dhe infeksioneve seksuale të transmetueshme nga Shqipëria, që sigurisht ato nuk vinë thjesht vetëm nga Shqipëria, por dhe nga vende turistike të tjera. Shiko, për sëmundje si sifilizi, i vdisnin njerëzit para 200 vjetësh, është absurde që sot ende të kemi dhe të flasim për sifilizin, kur jetojmë në një epokë jashtëzakonisht shumë të zhvilluar, me shumë informacion, dhe me një klik larg informacionit. Kështu që patjetër që është shqetësuese mungesa e informacionit, është shqetësuese fakti që të rinj kryejnë marrëdhënie seksuale në mënyrë promiskue pa mbrojtje, është shqetësuese fakti që nuk ekziston fare planifikimi familjar dhe nuk trajtohet planifikimi familjar, është shqetësuese fakti që nuk kemi fushata informuese, se okay, ne jemi një vend shumë tradicional dhe mendojmë që edukimi seksual është tutorja se si të kryejmë marrëdhënie seksuale, nuk e kuptojmë që është edukim moral, por të paktën disa fushata informuese me postera të mëdhenj, fushata nëpër shkolla duhet të ketë. Disa orë shtesë ekstra kurikulare duhet të ketë. Domethënë, mua më vjen por shohim shumë prindër, shumë deputet që janë edhe kundër kësaj lënde.
Më thotë kjo është shumë shqetësuese. Ato po them, mua më vjen për të qeshur kur shoh figura të spektaklit, të politikës apo të mediave shqiptare, po dhe kosovare që buçasin se sa shumë i duan fëmijët, se sa shumë e duan familjen, se sa shumë e duan shoqërinë shqiptare.